Pini një lugë me vaj ulliri në mëngjes dhe do pastroni tërësisht mëlçin tuaj. Mënyra më e mirë e parandalimit të keqësimit të shëndetit të mëlçisë është pastrimi i përditshëm i saj. Mëlçia ka rolin e madh të fabrikës së gjakut në trupin tonë. Ajo merr pjesë në restaurimin e gjakut dhe gjithashtu ndihmon në forcimin dhe në stimulimin e tretjes në trup. Mëlçia kryen edhe një funksion tjetër në trup. Ajo pastron gjakun dhe eliminon materie toksike nga gjaku. Kështu pra çdo ditë poshta të zgjoni në stomak të zbrazët, pi një lugë vaj ulliri dhe një tjetër me lëng limoni. Përzieni dhe pini menjëherë. Brenda një muaji me këtë regjim ju do të ndjeni ndryshimin. Pamja juaj do të përmirësohet dukshëm, rrathat e zi në sy do të zhduken dhe lëkura juaj do të jetë më e pastër dhe e përtërir. Zorrët tuaja do të punojnë shumë më mirë, por diçka akoma dhe më e rëndësishme është se ju do të harroni problemet me kapsllokun.